Ka dështuar dhe seanca e fundit parlamentare për konstituimin e qeverisë së re me 56 vota pro, 52 kundër dhe 4 abstenime, Kuvendi nuk arriti të miratojë emrat e kabinetit qeveritar të propozuar nga i mandatuari Albin Kurti. Në fjalën e tij para Kuvendit, Kurti tha se asnjë parti parlamentare nuk ka pranuar të hyjë në koalicion qeverisës dhe vendi rrezikon të shkojë në zgjedhjet parakohshme. Asnjëra parti parlamentare nuk ka pranuar të hyjë në koalicion qeverisës. Nëse do të pranojë oferta jonë, do të kishim votat për qeverinë dhe për sfidën e presidentit pas 4 vitesh. Republika rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja pa buxhet të miratuar dhe pa shumë institucione funksionale. Një vend pa buxhet nuk mund të ecë përpara. Janë 33 agjenci dhe institucione që kanë mbetur pa mbikëqyrje institucionale. Ftoi secilin deputet që kur qeveria të hidhet në votim, votoj për interes publik e shtetëror dhe jo për interes partijak, u shpreh Kurti. Ndërkohë, seanca e jashtëzakonshme për votimin e qeverisë së re të Kosovës nisi me 1 orë e 15 minuta vonesë. Lëvizjes vetvendosje i duhej minimumi i nevojshëm prej 61 votash për votimin e suksesshëm të qeverisë së re.